Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër ku do të kujdesemi për lëkurën. Por përpara se të nisim me maskat, dua t'ju jap një këshill shumë të rëndësishme që s'duhet të harroni kur, jo vetëm për këto maska që do ju tregoj unë, por për çdo produkt ose maskë që e përdorni për herë të parë në lëkurën tuaj. Bëni një test alergjie tek dora ose mbrapa veshit. Pa humbur kohë, filloj me maskën e parë për zvogëlimin e poreve, për çdo tip lëkure, madje edhe për lëkurat e ndjeshme. E ndjekim! Për këtë maskë do të na duhet një lugë gjelle me kozë dhe një lugë e vogël me mjalt. Do t'i përziej mirë derisa të bëhet një masë homogjene dhe maska është gati. S'më ngele gjë tjetër vetëm se ta aplikoj. E aplikojmë në të gjithë lëkurën, nuk duhet të harrojmë që lëkura duhet të jetë e pastruar mirë, pra e larë, dhe më pas ta aplikojmë. Duhet të tregojmë kujdes me zonën e syve, pra duhet të aplikuar një gisht më poshtë se sa zona e syve. Dhe kështu pra edhe tek pjesa e ballit, tek pjesa e faqeve, do dalem derisa të thahet mirë për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas do ta shplajmë me ujë të vakët. Përsëriteni një herë në javë. Kjo maskë pastron poret në mënyrë të butë, i bën të duken më të vogla, e hidraton lëkurën, por ju mos harroni që të vendosni sërish krem hidratues, që të son skuqje dhe iritime dhe jep ndriçim natyral. Mirupafshim lëkura si portokall.